Big Brother të Kosovës. Nashta hi, nuk i Vitin tjetër, a? Vitin tjetër. Po, si kur të kishe një ftesë edhe nga Shqipëria për vitin në ardhshëm, po flasë? Tjetër, pse jo? Po. Kush do të mbetet mik edhe pas Big Brother për ty? Nga Big Brother? Mik. Mik, ose mike, me dikë që mundesh me pas që e vlerëson. Une ma shumë, po menoj që kom pasën raport mirë, kom pasë me lëndrime. Kemi pasë asi zankat voglat, lezetshme, po. Po, atë realitetin edhe atë komunikimin kom pasë shumë kimi me ta. Po, me lëndrimin. Po, me lëndrimin edhe... Pjesa tjetër nuk është që të ka kuptu, e kemi parë edhe nga jashtë? Thjesht nuk u konë, ashtë su konë momentja, kuptan se ka njëherë të jenë vendën ndryshe, del ndryshe. Ndryshe, po. Edhe që ajo. Ndoshta nuk i ke gjetur vetën edhe në bisedat që i kanë të si përfaqësore, ti ke pas qef me hy këgja më fell, me sa e kam vrejtun, me analizu jetën se si ka qenë edhe si është, ndërkash që të tjerët e kanë parë vetëm të sotmën, jo të djeshmen, edhe pse ke pasur shumë qka për me na tregu aty, nuk i ke gjetë vetën, dhe kjo ka qenë ndoshta arsyeja që vetëm vendose me dalë. Unë po vendosa me dalë se thjesht edhe u lodha. U lodha se edhe nuk... Thjesht kur se gjenë vetën, nuk e gjenë vetën, kështu që ma mirë edhe u murë malli për qika, për ekstrem shumë. Nuk jam su me najtë largë. Si do mos me të voglen, me alajen që... Të kishte kërkua Tana jo biznesi, ishte biznesi jashtë, e mo isha menën të biznesi, të mami. Tana edhe mami e ka një moshë që ta shpak ma... Të shtyrë, po. Po, a meraku, edhe të mbledhen krejt, edhe dola në qatë mënyrë... Pa bo shumë zhurëm. Po, pa bo shumë zhurëm, e vendosa edhe kaqë. Si kur të hysh në një Big Brother tjetër, a do ta mendosh ndryshe të dalësh? Sepse ti e shumë shpërthyse fjollë. Unë aty nuk... Unë e kom qenë originale. Po, ke qenë originale. Originalitetin e kom dhonë. Po, mënyrën e debateve, të shprejjes, e këto nuk kanë qenë në... Nivelit tëmë. Edhe nuk mujsha une absolutikisht me him biseda, se ishte një nivel shumë ma i ollt i debateve. Edhe që kjo është problemi. Fjoll, unë të dëshiroj shumë suksesi, sepse nuk po kam qef me të majtë edhe më gjatë edhe e vlerësoj shumë, jashtëzakonisht shumë që je gjithmonë e sinqert në biseda dhe në atë se çfarë thua. Në fakt, më pëlqeu që u hape pak më shumë për jetën tënde dhe për vajzat e tua, për të cilat nuk është që ke folë shumë, e sigurisht do të kishe folë në linjën e jetës në Big Brother Kosova, është kënaqësi që të kemi. Vazhdo tutje, sepse je një artiste që ka që ka me i dhonë ende rinis edhe simpatizantve që të kanë ty. Faleminderit shumë, i përshëndes gjithë njerëzit e dashun, gjithë publikun cilim kanë ndjekë dhe në Big Brother, dhe fansat e mi, dhe këtë femnat që janë të forta, zakonisht që më shruina për jetës sociale. Faleminderit për fjallët, për gjitha... Motivin që ta kanë dhënë. Motivin, po. Nëse shkon do një Big Brother, të duam fituse në të ardhmen. Kështu që të presim me duar hapur edhe në intervistat e ardhshme. Deri atëherë të dëshirojmë shumë suksese në karierë, në biznes, në rritjen dhe zhvillimin e vajzave, i paq me jetë dhe me shëndet, sepse shëndeti është e para që ta kemi e të tjerat pastaj vi. Faleminderit. Faleminderit shumë e dashur, kënaqësi. Faleminderit.